Mos përfshirja adekuate e grave dhe vajzave në tregun e punës nuk është vetëm një çështje barazie. Ajo është gjithashtu një pengesë serioze për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit, ku gjysma e potencialit mbetet e pashfrytzuar. Është e vërtetuar se pjesëmarrja e grave në tregun e punës sfidohet nga faktorë të shumë dhe unë do t'ju them asgjë të re. Mungesa e institucioneve të përkujdesjes për fëmijë, qëndrimi ditor i pasgjedhur për fëmijët që shkojnë në shkollë dhe mos harmonizimi me orarin e punës së nënave. Pjesëmarrja e grave në punësim mbetet e ulët, shpesh e kufizuar në sektor me produktivitet dhe paga më të ulta dhe me kushte jo të dinjitetshme pune. Civil society remains a key partner in monitoring awareness and victim support. Empowering women to work free from fear, discrimination and harassment is central to Kosovo's European perspective, social justice and sustainable economic growth. Let today's consultation strengthen our joint commitment to move from policy to practice and to ensure that every woman's safety, dignity and potential are fully protected in the world of work. Në Kosovë momentalisht nga gjitha raportet duke përfshirë dhe nga analizat e fundit në përgatitje të planit për barazinë gjinore tregojnë se mbetemi në një numër shumë të vogël të grave në tregun formal të punës. Arsyet i përmendëm të gjithë, por që ne si UN Women po ashtu në Kosovë kemi punu ngushtë edhe në trajtimin e këtyre arsyeve, së pari duke filluar me një analizë gjithëpërfshirëse të kornizës ligjore që ka të bëjë me tregun e punës, përfshi ligjin dhe të tjera. Po ashtu ne kemi punu me inspektoratin e punës në trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve të inspektorëve në, si të themi, në investigimin apo hulumtimin e rasteve të ngacmimit seksual.